Thjesht o musliman, tash kena hi me një muaj të ri. Ky muaj e ka emrin muaj Muharram. Muharram për shkak se vjen prej asajna që është lufta në ta haram. Do me thënë, është ndalume, është haram lufta. Por ata dhe ka emrin muaj Muharram. Po mënona shumë thjesht. Këti muajt i ka thonë Muhamedi a.s. muaj i Allahut. Pse a ata tjertë muaj nuk janë të Allahut? Po. Mirë po, këta e ka veçu Muhamedi a.s. në atë kuptimin e ka privilegju duke i thonë muaj i Allahut, për ndryshe krejt dit, krejt javë, krejt muajt janë të Allahut azza e qartë. Ka është mirë me bo në këtë muaj, është mirë me agjeru, ka thonë Muhamedi a.s. Agjerimi ma i mirë pas Ramadan është në këtë muaj, muajnë Muharram. Sa me agjeru? Shumë, sa të kish mundësi. Mirë po në qofë se s'ki mundësi, atëre ditën e 10 të këti muaj. Edhe është mirë me i parapri për para me një ditë ose prapa. Do me thanë, me agjeru ditën e 10 edhe një ditë me ta, për mu dalu për jahudive për shkak se edhe jahudit e agjerojnë këtë ditë, ditën e 10 këti muaj, ditën e Ashurës, për shkak se në këtë ditë e ka shpëtu Allahu azza Musën a.s. pe Firaun. Por ata e agjerojnë edhe jahudit edhe muslimanët. Normal, kuptohet, agjerimi muslimanëve është i veçantë vetëm për hir të Allahut azza. A është qershori apo korriki? Qershori e korriki o musliman janë pas lindjes të Krishtit. Ajo është kalendari krishterëve, jo i muslimanëve. Në anglisht edhe në gjermanisht këtyne muajve ju thonë për shembull në gjermanisht juni, juli. Juni, juli, hini në internet këshirë ju që keni të rrit, e shini që jënë kanë zotra të cilët janë adhuru përveç Allahut azza wa jall. Të banë kësë ka të bajë me musliman. Të banë kjo është kalendar komplet tjetër. E ky kalendar ka fillu me këtë muaj, me muajin Muharram, kjo është muaji i parë i vitit muslimanëve. Be kuptoni, viti i muslimanëve fillon me këtë muaj. Po besoj që tash është e qartë me lejen e Allahut azza wa jall. Elusëm Allahun azza wa jall me na lehtësu.